Ka ardhur një kohë me të cilën është jashtëzakonisht vështirë me kuptu qëllimin e veprës së njerëzve. Po du m'ja tregu një video gjatë momentit kur e dëgjojsha, u mundoisha me lidh në kokën tem, ndoshta edhe jam i pa oft si dihet, pse e bën njeriu, çish mrrin njeriu te vepra e tillë. Djalë 14 vjeçar nga Gostivari dyshohet se ka përdhunuar dhe shantazhuar motrën e tij më të vogël me video inqizime. Prokuroria e Gostivarit ka paraqitur kërkesë në gjykatë për të filluar procedurë përgatitore me masë të propozuar para burgimi. Arsyeja për këtë është sepse ekziston një dyshim serioz se ai ka kryer vepër penale të vazhdueshme të incestit. Domethënë, jo veç që e ka bu veprën makabër, e ka përdhunu motrën e vet, po edhe ka bu video, e me qatë video e ka shantazhu që nëse fol, ta nxirri. Çka nxirr? Ti e nxirr veten tonë ty e bo një vepër makabër, unë nuk e di cilla mašinë e mishit është mjaftu shumë e madhe për me shtin mašinë mishit, se tjetër gjos si met atin këtë botë.